Partia Demokratike lëshon alarmin se siguria kombëtare është cënuar nga mënyra se si janë marrë tenderat e kush i ka marrë këto tendera në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Jorida Tabaku shpjegon se dosja e SPAK-ut për këtë çështje tregon se të dhënat e shqiptarëve kanë përfunduar në duart e grupeve kriminale. E jo vetëm kaq, por edhe drafte ligjore në fakt janë propozuar nga persona të cilës sot pohetohen me akuzën grupi strukturuar kriminal. Nga dosja e SPAK-ut u vure që projekti pasaportave të arta në fund të ditës ishte një projekt i cili nuk dilte nga zyrat e qeverisë, po dilte nga zyrat e Ergyes Agasit, dilte nga zyrat e EA Solutions apo EA Tobacco, që do të thotë që tashmë në qoftë se ne ishim njohur me faktin që vendime qeverie, ligje shkruheshin nga bizneset, tashmë shkruhen nga grupet e strukturuara kriminale. Po paqen fiskale, kush e ka propozuar? Po i njëjti grup, po iniciativa të tjera të qeverisë, kush i ka propozuar? Ti e kupton që këtu kemi të bëjmë me cënimin e sigurisë kombëtare. Për këtë arsye Tabaku beson se duhet ishte mbledhur Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Presidenti duhet ta kishte thritur patjetër Këshillin e Sigurisë Kombëtare, sepse këtu bëhet fjalë edhe për cënimin e sigurisë kombëtare me dhëna të cilat ishin publike në momentin kur u morën nga iranianët, ndërkohë që tashmë janë përdorur edhe për qëllime të brendshme. Por Tabaku vë në dukje se edhe parlamenti duhet kishte reaguar për situatën e krijuar me të dhënat e shtetit shqiptar dhe qytetarëve shqiptar. Parlamenti duhet kishte bërë një seancë të veçantë, Komisioni i Mbrojtjes duhet kishte bërë një seancë veçantë për të vlerësuar, për të thritur SPAK-un dhe për të marrë informacion për të vlerësuar sigurisht me deputetët që kanë dhe certifikata sigurie deri në cilën nivel ka shkuar marrja e këtij informacioni dhe për çfarë qëllimesh është përdorur, dhe duhet kishim një hetim të plotë të brendshëm administrativ për të parë se si kjo është përdorur për qëllime kriminale. Në 16 dhjetor SPAK-u njoftoi publikisht se poheton 8 persona për tenderat e Akshit, mes të cilëve dhe drejtoreshën e këtij institucioni Mirlinda Karçanaj dhe Ergyes Agasin, duke ngritur ndaj tyre akuzat heqje palishme lirisë, shkelje barazisë në tendera e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit ato të grupit të strukturuar kriminal.